Isha një takim të rëndësishëm me sekretarin e përgjithshëm general të OSB, zotin Zanjeri. Biseduam për shumë çështje duke filluar prej marrëveshjes 14 korriku, zgjedhjeve që i kemi në prill, monitoringun e këtyre zgjedhjeve, çështjet e aspektet e mos implementimit të marrëveshjesorit dhe mundësia ecjes përpara në lidhje me çështjen e emrit apo mosmarrëveshjet që ka Maqedonia me Greqinë. Janë keq interpretuar dhe nxjerrë prej kontekstit deklarimet e mia. Nuk ka koalicion me BDI-n, po propozimi im ka qenë që ne të mundohemi të arrijmë një marrëveshje për një platformë të përbashkët, pasi që bashkërisht kemi konstatuar se gjendja e shqiptarëve është shumë e keqe dhe tendencat janë që të shkojnë mas. E patë ju se përgjigja lakonike, jo formale e BDI-s ishte negative, unë isha i vetëdijshëm për atë, dhe thash edhe në emision se ata duhet të përgatiten që të humbin legitimitetin prej nesh, ndërsa unë të bëj apel publik të gjithë shqiptarët që ta mbështetin Partinë Demokratike Shqiptare, platformën e kësaj partije, dhe nga dhënimi mbi BDI nuk tjetë një fitore e çallamit, po tjetë një dhënje forcës dhe legitimitetit të platformës Partisë Demokratike Shqiptare. Çështja e dytë që është formale, nuk do të mund çdo ditë dhe çdo orë të polemizoj me keq interpretimet e veprimeve të mia politike. Dje me 28 nëntor kam pas ftesë prej Këshillit për organizimin e ngritjes bustit të herojit Aqif Reçani nga ana e fshatit Reçan. Dhe unë asaj ftese jam përgjigj pozitivisht për shkak se e kam thënë edhe para disa ditëve, Aqif Reçani, Xhem Gostivari dhe të tjerët bëjnë pjesë në të djathtën e sakatuar shqiptare gjatë kohës të çlirimit të tozë nga partizanët, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare është një parti e djathtë. Tash nëse dikush pret që unë sillem pa pjekuri politike, nëse aty është dikush tjetër, një parti tjetër pa marrë parasysh kush është, unë respektoj normën dhe rregullin e zotit shtëpisë të atyre që na kanë thirrë. Dhe treta, nuk ishte ai manifestimi i BDI-s, po të përdorsha unë të njëjtin fjalor do të thosha e ishte manifestimi i PDSH-s për shkak se aty ishte kryetari i PDSH-s dhe disa pushtetar të BDI-s. Dhe fundit që dua të them, maksimumin do të bëj në strukturën që e drejtoj, mos të përsëriten incidente, paqofshin edhe ofendime të kohës kaluar në raport me oponentën politike. Të njëjtën do ta kërkoj edhe për oponentës politike, për shkak se deshëm apo s'deshëm, unë u apeloj edhe atyre, edhe zotit Ahmetit që t'jep kontributin maksimal që ne bashkërisht kemi një betejë të fuqishme politike, po duke i përmbush të gjitha premisat e një demokracie të vërtetë. Më thoni, ky është sqarimi i atij koalicioni që nuk do të ndodhë.